Vrasja bujshme në Prishtinë, gazetaria e njohur zbërthen lëvizjen e babait të Naimur Selit pas varimit të Liridona Demajt. Gazetaria Evis Ahmeti ka dhënë detaje në lidhje me vrasjen e Liridona Demajt dhe qëndrimet që ka mbajtur familjar tek kësaj të fundit dhe bashkëshortit të saj dyshuar si autori vrasjes Naimur Seli. Në një intervistë ajo theksoi se ka shkuar në familjen e Ademajt, ku ta afërmit kanë treguar se çifti kishte marrëdhënie të mirë dhe ishin të habitur se si kishte ndodhur ngjarja. Sa i përket babait Naimit, Shaban Murseli, ky i fundit kishte udhëtuar 35 orë për të marrë pjesë në varim, ndërsa shtoi se familja e Ademajt kanë ikur nga shtëpia e Murselit sapo kanë marrë vesh se Naimi është arrestuar. Në varim nuk kanë qëndruar. Pas varimit shkova sërish tek familja Demaj. Jam futur fillimisht tek dhoma e burrave, më pas tek ajo e grave të kuptoj pak më shumë. Ata ishin të gjithë të çuditur, flisnin për një marrëdhënie të lumtur mes Liridonës dhe Naimit. E kishin ndjekur intervistën time me Shabanin 2 orë para varimit. Kishte udhëtuar 35 orë, kishte ardhur në 7:30. Familja Liridonës e kishin kuptuar Naimur Selin nga qëndrimi që kishte mbajtur në varim, ka treguar ajo.